Zoti për të treguar edhe bisedat e Lutit me kombin e vet urdhëron e thot: "Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahad min al-alamin. Innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun." Ne e patëm dërguar edhe Lutin si profet, e ai i tha kombit qysh e mbani atë far paturpsie, pederastin, që se ka pranuar askush në botë para jush. Ju lini gratë dhe për të plotësuar epshin u afroheni burrave, a nuk është turp për ju? Ju jeni një komb që e ka përceni kufirin. Fahri Raziu thot si qëllimi kryesor i shijimit që ka krijuar Zoti në njerëzit, kur afrohet burri me gruan e vet është vazhdimësia e njerëzimit, ndryshe ky qëllim nuk plotësohet, madje as te kafshët e as të shpendët nuk i afrohet mashkulli mashkullit, por i afrohet mashkulli femrës. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Përgjigja e kombit të Lutit nuk që gjë tjetër veç se nxirrini ata Lutin dhe ndjekësit e tij prej qytetit tuaj, sepse ata janë njerëz që pastrohen prej poshtërsive. Te ata s'ka të tilla paturpsi. I than këto fjalë për që së ndi ose deshen të thoshin se ata nuk e njohin veten të pastër. Në vend që të hiqnin dorë nga kjo punë e shëmtuar, ata u përgjigjen ashtu me tallje. Ne i shpëtuam Lutin, familjen e tij dhe besimtarët përveç gruas së tij, e cila ishte prej atyre që mbetën mbrapa. Mbeti mbrapa e u shkatrua bashkë me qafirët, sepse edhe ajo ishte në fenë e tyre. Mbi ata hodhëm gur si shih pra si u përfundojnë veprat qafirëve. Gruaja e Lutit, me që ishte pa fe, mbeti me qafirët dhe u shkatrua. Familja është për fëmijët e Lutit dhe për ata që kishin besuar. Këtu nuk u tregua mënyra e shkatrimit të kombit të Lutit, sepse janë dhënë shpjegime gjëre gjatë në surën El Hijr. Baba i Lutit është Harani, vllai i madhit Ibrahim. Bashkë emigruan prej Babilit, por Ibrahimi u vendos në Palestinë, kurse Luti zuri vend në Erden dhe vendi ku banonte quhej Sudum. Zoti për treguar edhe kuvendimet e Shuaibit me kombin e vet, urdhëron e thot: "O ila Madyana akhahum Shuaiba, qala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum." Popullit të Medjenit ne i dërguam vllajën e tyre Shuaibin dhe ai u tha: "O kombi im, adhuroni Zotin sepse për ju s'ka të adhuruar tjetër përveç atij. Ju ka ardhur nga Zoti juaj një mrekulli, prandaj duhet besoni. Fa awful kayla wal mizana wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum." Pra u këshilloj që të masni të peshoni drejt dhe mos ja jepni botës sendet e tyre mangët. Ola tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dhalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dhe mos nxirrni ngatresa në faqen e dheut, pasi ato e kanë ndrequr pejgamberët me sheriatin e tyre. Kjo është më e dobishme për ju nëse më besoni mua. Kuptimi: populli i Medjenit filloi të adhuronte idhujt dhe të maste e të peshonte mangët në shitblerje. Për t'i ndrequr moralin këtij populli, Zoti dërgoi si profet vllain e tij Shuaibin. Ai i tha: "O kombi im, adhuroni Zotin sepse s'keni të adhuruar tjetër veç Zotit. Ai është i adhuruar me të drejtë. Dëgjojini këto fjalë dhe secilit jepjani të drejtën e vet në matje në peshim. Mos e vidhni botën duke matur e duke peshuar mangët. Mos nxirrni ngatresën në faqen e dheut, pasi ato e kanë ndrequr dhe përmirësuar Zoti, duke çuar pejgamberët e duke vënë sheriate." Kjo, adhurimi Zotit, mos cënimi të drejtave të tjetrit dhe mos nxjerrja e ngatresave, është shumë e dobishme për ju nëse jeni besimtar të fjalës sime. Shkurtimisht, këshillat e Shuaibit përmbledhen në 2 pika: 1. Respektimi të drejtave të Allahut, 2. Respektimi të drejtave të njerëzve. I madhi Shuaib shton: "Wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja." Mos rini edhe në çdo krye rrugë si djalli duke friksuar besimtarët dhe duke i penguar ata prej udhës së Zotit e duke dëshiruar për ata udhën e shtrembëruar. "Wadhkuru idh kuntum qalila fakaththarakum wanduru kayfa kana 'aqibatul mufsidin." Kujtojeni atë kohë kur ishit pakicë dhe Zoti ju shumoi, vështroni edhe se qysh përfundojnë ngatrestarët. "Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma Allahu baynana wa huwa khairul hakimin." Dhe në qoftë se një pjesë prej jush i beson asaj me të cilën unë jam dërguar, që t'ju bëj thirrje dhe një pjesë nuk e beson atë, atëherë duroni derisa të gjykojë Zoti në mes nesh, sepse ai është më i miri i gjykatësve.
Kuptimi: në qoftë se një pjesë prej jush i beson fes, me të cilën unë jam dërguar që t'ju bëj thirrje dhe një pjesë nuk beson, prisni e duroni derisa ndërmjet nesh të gjykojë Zoti, i cili është më i miri i gjykatësve dhe ai vendos me të drejtë. Prisni se ai do t'i forcojë besimtarët me ndihmën e vet dhe do t'i lartësojë ata kurse qafirët së shpejti do t'i poshtorojë. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Disa nga paria e kombit që mbaheshin me të madh dhe kërcënonin, than: O Shuaib, ne do të nxjerrim ty prej qytetit ton, bashkë me ata që të kanë besuar, ose do të ktheheni në fen ton. Shuaibi tha: edhe nëse ne nuk dëshirojmë, do të na ktheni? Përdhunisht doni të na fusni në fen tuaj, a nuk e dini se nuk del ndonjë e mirë prej atij që hyn përdhunisht në një fe? Kuptimi: kundrejt këshillave të Shuaibit, disa nga paria që e mbanin veten me të madh i than: O Shuaib, nuk po gjejmë derman prej teje, na e ngrite qetësinë dhe po na e prish mendjen, prandaj s'ka ngelur rrugë tjetër veç se të nxjerrim jashtë qytetit ton bashkë me besimtarët ose të ktheheni në fen ton. Atëherë Shuaibi u tha: po mundoheni të na ktheni në fen tuaj të cilën ka kohë që ne e shohim të keqe? Bejzaviu dhe Hazini kanë thënë se paria e kombit kanë mbledhur Shuaibin bashkë me ata që kishin besuar dhe i kanë thënë të ktheheni në fen ton. Ata e shihnin se Shuaibi kur s'ka qenë në fen e tyre, sepse asnjë profet s'ka bërë kufër në jetën e vet, por i thanë ashtu me qëllim që t'i prishnin mendjen vegjëlis se gjoja Shuaibi më parë kishte qenë në fen e tyre. Fjala aude është në kuptimin e së shkuarës, ose ashtu e kanë kujtuar ata Shuaibin, meqense ai nuk e kishte shfaqur fen e vet më parë. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. Me të vërtetë kemi vënë shpifje Zotit me rrena nëse ne kthehemi përsëri në fen tuaj pasi Zoti na shpëtoi prej asaj feje. Jo, s'ka kthim në atë fe, vetëm nëse do Zoti ynë, i cili na ka edukuar me fen e drejtë. Wasi'a rabbuna kulla shay'in 'ilma, 'ala Allahi tawakkalna. Dituria e Zotit ton ka përfshirë çdo gjë, ne vetëm te Zoti jemi mbështetur dhe vetëm te ai kemi mbarur punët tona. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. O Zoti ynë, gjykon ndërmjet nesh e kombit ton me të drejtë sepse ti je më i miri i gjykatësve. Wa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum Shu'aiban innakum idhan la khasirun. Paria e kombit që ishin qafir i than popullit: në qoftë se do të ndiqni Shuaibin, do t'i besoni atij, atëherë do të dëmtoheni. Kështu e friksuan ata vegjëlin. Fa akhadhathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Kur ata këmbgulën në kufër, i përlau tërmeti dhe në mëngjes u kdhin të vdekur nëpër shtëpitë e veta. Alladhina kadhabu Shuaiba ka'an lam yaghnaw fiha, alladhina kadhabu Shuaiba kanu humul khasirin. Ata njerëz që e përgënjeshtruan Shuaibin u zhdukën sikur të mos kishin qenë të vendosur nëpër shtëpit, vetëm ata që përgënjeshtruan Shuaibin u dëmtuan për dynja e për ahiret. Ebu Sud Efendi u thotë se qafirët u ndëshkuan për fjalët që u than Shuaibit e besimtarëve që do e mos do t'ju nxjerrim prej qytetit ton. Ata u zhdukën si të mos kishin qenë vendosur fare në ato vende. Për fjalën që u than besimtarëve se nëse i besoni Shuaibit do të dëmtoheni, Zoti tregon se sa veta u dëmtuan dhe jo tjetër kush. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Kur mbi popullin e Medjenit zbriti ndëshkimi nga që nuk i pranuan këshillat e të madhit Shuaib dhe nuk i besuan atij, i madhi Shuaib u ktheu atyre shpinën dhe tha: O kombi im, unë me të vërtetë ju kam kumtuar dispozitat e Zotit tim dhe ju kam këshilluar me dashamirësi, por ju nuk i pranuat, pra si të ndihemi mjeruar për një komb që janë qafir.